atmosferë, do të flasim për gratë e suksesshme, po në përgjithësi në shoqërinë tonë kur flitet për gratë e suksesshme, ndërlidhen gjithmonë me paragjykime dhe sfidat që i kanë. Por përveç këtyre, ato gjithmonë krahas tyre, në fakt ato gjithmonë i dalin. Do të flasim me 3 të ftuarat, njëra besoj pas pak do të na bashkangjitet, ndërsa për momentin në studio e kemi Besa Ismailin dhe Ganimete Përçullin. Mirë se erdhet, shumë kënaqësi që ju kemi sot. Faleminderit për ftesën, kënaqësi që jemi këtu. Atëherë, derisa ishim në marketing dhe po flisnim, më la përshtypje ajo që e tha që këto të këqijat po normalizohen në shoqërinë tonë. Dhe pikërisht kishim një rast, ishim drejt për drejt që po e shikonit me shumë vëmendje, që besoj si qytetarët e Kosovës ju shqetësojnë, apo jo? Sigurisht, dhe unë banoj ofër kësaj lagje, dhe është jashtëzakonisht shqetësuese. Ajo pse unë e them e normalizojnë shumë shpejt, normalizohet krahas një farë frike, ose mungesë të një qytetaria aktive. Sepse e keqja nuk do duhej pranuar as lehtë, do thotë nëse mbrëm kanë gjuajtur, dhe s'është hera e parë, dhe gjuajnë edhe sonte, dhe të nesërmën ti do të gjësh, si të them, reagimi të thotë, po gjithë është aty ashtu. Po nuk është ashtu, dhe kjo nuk është as pak normale. Dhe jam dëshmitare, me qenë se po them se jam banore saj pjese, që shumë biznese në fakt edhe janë shuar në atë lagje, për shkak të këtyre incidenteve kriminale që ka ndodhur. Mbaj mend, si ndërtesa të reja, me lokale të reja, për plot të rini që shqetisnin, po edhe nana anvise me karoca që nuk i sheh ma, edhe sidomos jo mbasi të bie koha e akşamit dhe bëhet mbrëmje. Pra është kjo frika që është e pranishme. Gjithsesi, sepse në të njëjtin lokacion ka qenë një rast më herët i vrasjeve që ka qenë shumë. Po, e mbaj mend edhe këtë. Dhe po mendoj që kjo kërkesa e kryetarit të lagjes son është jashtëzakonisht legjitime, është e kahmosshme dhe nuk e di pse ka një hezitim kjo të ndodhë. Jo një në stacion, por besoj se 2 janë nevojshme, sepse numri i banorëve të ri aty vetëm vjeshtohet, ka ndërtime shumë të mëdha, familje të reja dhe në anën tjetër duhet një farë mbikëqyrje, sepse në një anë tash ka edhe një si them një antagonizëm. Ke policë që rinë për trafik dhe për dënime dhe për gjoba gjithmonë aty, ndërkohë që për disa gjëra më të mëdha besoj që policia është më shumë për këtë aspektin tjetër, sidomos të parandalimeve. E vërtet, për një gabim shumë të vogël në komunikacion e kemi një herë pas, ndërkohë, po çka vrim është po shumë për këtë pjesë. Nga disa përvoja që duket vetja si kriminal derisa ishe mbrapa. Por duke shohim që prezenca e policisë në për lagje të ndryshme edhe jashtë Prishtinës, e krijon një farë sigurie tek qytetarët, e kam dëgjuar shumë shpesh, dhe mbase pra kjo është shumë e nevojshme në këtë pjesë të lagjes, pra në rrugën bet këtë prezencë shumë të madhe, duke i marrë parasysh edhe këto probleme. Mbase një opinion edhe nga ju si qytetare e Po shumë e vërtet, për fat edhe unë e banoj po, unë njëtën lagje po, banoj unë marrën pezë edhe shumë shpesh më ka rastisë edhe vetë si nanë, bas të ora 12 e natës, kur fëmija thjesht nuk kanë arrit as për me kry gjumin, si duhet jam detyru për me thirr policin, sepse brimat e makinës, muzika gjithandej, dhe më thonë është mësuaza jashtë normales, edhe nuk është në rregull. Më thonë për herë parë kur e kom thirr policin, e majnë men mirë zani që mu dredhke, sepse nuk e di e kisha atë farë frikën për arsye se asnjëherë nuk e kom thirr, edhe për me thirr për një gjatë tillë mu do ke shumë absurde, po në të njëjtën kohë dhe më thonë është diçka elementare që secilit njeri dhe secilit banor, jo veç lagjes tonë, po secilës lagje ish dashme ju jap e drejta për me pas një gjumë të mirë, edhe mos me pas kësi incidente, sepse është vërtet shumë e rëndë, shumë e tmerrshme, dhe frika jo vetëm tek ne, po vjen rritet edhe te fëmia, mandej vijnë edhe pasoja tjera, kështu që është esenciale që policia me qenë aty. Sidomos në lagjen tonë, sepse ka vroll shumë të madh banorëve, edhe ka bajegi shumë biznese, edhe ka incidente që munden me ndodhe dhe me eskalu. Nga gjitha këto që i thatë vjen një pyetje e natyrshme. Si po jetojmë pra në këtë Kosovën tonë të dashur, me gjitha këto probleme, me gjitha këto shqetësime që i kemi, me këtë pasiguri që e ndjejmë, thellë e ndjejmë. Si po jetojmë ne dhe në çfarë ambiente po i rrisim pikërisht gjeneratat e reja që i përmendet? Ne jetojmë se Kosovën e duam shumë, të gjithë. Por unë mendoj që një defekt që e kemi të kjo dashuria për Kosovën është që ajo nuk në ka shkuar krahasi me një edukim, për dhe për mënyrën se si ta duam. Ta duam në kuptimin që t'i largojmë të këqijat dhe të mundohemi bashkarisht për diçka të mirë, dhe jo ta duam në atë mënyrë që gjithmonë kemi një lloj frustrimi, një lloj ankese permanente
për e cila ankesë nuk na shtyn në ndonjë lloj aktivizmi, fatkeqësisht, apo që ai aktivizmi qytetar mbetet kështu pak në margjina, në oaza të mahallës, apo lagjes, në rrjetet sociale. Mbase ky edukim do duhet vinte nga sistemi, nga shteti, nga shkolla, ku edhe të rinjt edukohen për të identifikuar të keqen, për të punuar, për ta luftuar, dhe mos jetë kjo rezultat pastaj edhe e një mungese të shpresës se do të bëhet mirë ndonjëherë. Natyrisht asgjë s'është e pamundshme, dhe kur ka vullnet qytetar, ne kemi kaluar sfida, ne kemi përmbys shtete kur kemi pasur vullnetin tonë, dhe nuk besoj që problemet të lagjes sonë janë aq të pasgjithshme. Dhe kështu, unë mendoj që tek dashuria, por gjithsesi të një lloj edukimi për të vepruar, për të luftuar për atë dashuri, që të jetë më e mirë për ne dhe për fëmijët tanë, sepse me të vërtetë mendoj që jeta është përkeqësuar te masë për çdo gjenerat. Po sa është e vështirë që të rrisin fëmijën këtë kohë, se gjithmonë themi kur ndodhin këto fenomene që gjithçka fillon qysh nga fëmijëria, nga edukata që merret në shtëpi në arsim, po sa është e vështirë që të arrihet kjo? Si nënë e 3 fëmijëve, them se unë po mendoj çdo nënë besoj jeton me një farë frike gjithmonë për fëmijët e vet, edhe në kushtet më ideale. Është krejtë e natyrshme. Po rrisim fëmijë të cilët ose i mbajmë të ngujuar, të kontrolluar më shumë se që duhet, dhe të cilët pastaj mbas edhe nuk do të jenë edhe aq të gjendshëm në botën që i pret jashtë pragut. Dhe kjo është gjithmonë frika, se ka një dallim shumë të madh. Po edhe në anën tjetër, nëse ka një lirim më shumë se u përballon mosha dhe pjekuria e tyre, mendoj se edhe kjo ana tjetër është problematike. Dhe kështu është çështja gjithkohë. Unë mendoj ose nëse ne nuk vendosim një sistem i cili pastaj përkujdeset për qytetarin, që ai të jetë i sigurt, lufta e qytetarit me sistemin e vendosur është gjithmonë luftë e humbur. Prandaj duhet kemi shumë individ që ndryshojnë sistemin dhe pastaj edhe fëmijët tanë do të jenë më mirë. Shpresoj. Marrim një mendim edhe nga zonja për çukun lidhje me këtë. Është shumë e vërtetë ajo çka tha Besa. Unë du me dalë të një anë praktike e jona, domethënë si familje. Vitin e kaluar kemi ndërtu një vill, unë Koshtov Mitrovic, edhe besom dallimi i jetumit me një fshat, me lagjen domethënë ku jetojnë është diametralisht i kundërt. Jo vetëm për aspektin e sigurisë, por sigurisht edhe për shkak të ambientit, tajrit, qetësisë që na e kemi ato. Unë personalisht kom pas, domethënë para 2 viteve, kom pas një problem shumë të madh me disa komshit mi që thjesht nuk më kanë lënë për me vlejt sistematikisht një vit radhazi, edhe me që rast kom pas probleme shëndetësore, me sy, me kokdhimbje, me nervoza, domethënë sa ne që secilit njeri kishin mujt me ndodh, po në anën tjetër ku shkoj unë fshat, domethënë e kia qetësinë maksimale, e ki një siguri që unë lagjen tonë thjesht nuk arri për me qitë fëmijën e mi. Gjithashtu du me cek një diçka që nuk e di, domethënë edhe pse vim këto, jetojmë këto, po prapë që ajo dashnia jonë për Prishtinën nuk është qysh na, domethënë, e kemi në mendje, e kemi në zemër, edhe pritshmëri që na i kemi, domethënë, me këtë vend, sepse i shkondosht besa shumë mirë e ceku që një sistem me qenë paralel, si ka ana e edukimit, si ka ana praktike, po që realisht nuk pe shohim. Po, tha që komshit e juaj nuk e kanë respektu qetësinë që keni dashur jo. Jo, absolut. Cilat kanë qenë përgjigjet e tyre? Çfarë reagimi kanë pas kur ti ke kërkuar diçka minimale që nuk ka dashur, domethënë me polici me zgjedh, edhe kështu domethënë ka vazhduar çdo natë, çdo dytë natë, se thjesht ka qenë absurde domethënë për me arrit për me fjet. Maksimumi domethënë sa kemi arrit ka qenë 1 orë gjys, 40 minuta. Mandej mu ka dash me thirr prap policinë në orë prap nesër. Domethënë çdo ditë ka qenë sistematikisht. Po tash falë Zotit që largu edhe që gjumin e bajmë mirë, po nuk është qetësia që duhet me qenë. Atëherë neve pas pak do të na bashkohet edhe mysafiri e tretë që kemi planifikuar për sot, është Adna Çerkezi, psikologe dhe moderatore. I dëshiroj mirësardhje. Mirëserdhje. Kështu sinqerisht përshëndetje, jo përshëndetje televizive që I mirë kuptojmë këto vonesa. Mirëserdhje, të shkënaqësi. Ne nisëm pak që të flasim për disa fenomene shqetësuese, meqense më herët kishim një lidhje direkte pikërisht nga Rruga Bete, ngjarja e mbrëmshme, duke qenë këtë profesionin e televizionit, besoj edhe ju jeni natyrisht dhe i përcillen gjitha këto zhvillime që po ndodhin. Por le të kalojmë pak tek ajo që kemi dashur ta diskutojmë sot. Unë thash në hyrje që kur flasim për gratë gjithmonë shoqërohet një ajo pjesa para
paragjykimi sfidat. Por fakti që jemi me ju sot këtu dhe me Aiden kemi pasur shumë gra të tjera të suksesshme gjatë gjithë këtij rrugtimi që kemi nisur para një muaji e pak javë, kjo tregon që gratë gjithmonë ja dalin. Por a është vështirë për t'ja dalë gratë në shoqërinë kosovare? Në varet çfarë perspektive sheh dhe në çfarë dimensioni po pyet. Okej. Në dimensionin e diçkaja të zakonshme edhe për një burrë siç është në Kosovë, në çdo aspekt. Nëse shohim një gru veç si gjini, atëherë secila ka me folën këndvështrimin e vet, që një vajzë e re, si një vajzë e cila është në fillim karriere, si një vajzë e cila është në lidhje dashurie apo e fejume apo e martume, nëse pyet një nanë është krejt një përgjigje tjetër që besoj të dy zonjat e kishin pas një përgjigje të tillë. Pra varësisht çka sheh primare njët, por nëse e pyet siç është edhe ndoshta edhe jona, nëse e pyet një vajzë ose një gru e cila është me shami në shoqërinë tonë, atë është komplet temë tjetër. Pse është komplet temë tjetër? Është temë tjetër sepse duhet me qenë realist. Nuk jemi në Kosovë. Besoj do të jemi sot realista me atë që ndodh jashtë kësaj studios. Kështu që çka ndodh pra? Çfarë nuk kupton kur thua që të jemi realist? Ideja është në fakt që nëse duhet me qenë mediatik të zëshëm, në sensin që gjykohemi, jemi grupi marginalizum, atëherë po. Por nëse folim realitetin, jashtë kamerave që fatmirësisht ka filluar me ndryshu si gjë, gratë kanë pas shumë më të vështirë, vajzat akoma më të vështirë, cilat janë me shami e jashtë biznesi individual, familjar, pra privat, ka qenë çështje tjetër. Prapë është dash dikush me qenë si përfaqësues i saj mënyrë që me ça në treg, kurse në institucione kemi çalesa. Shumë? Ka fillu me u përmisu, po jo ashtu siç duhet. Po, ndoshta zonja Ismaili ka qenë edhe vazhdon të jetë pjesë e politikës, mund të na tregoj më mirë se a jeni ndjerë ndonjëherë e diskriminuar në këtë pjesë? Shiko, kur dalim nga shtëpia dhe jemi pjesë e jetës publike, ndjenjat tona personale nuk janë se janë gjithmonë në rand të parë. Ato pastaj zbresin, sepse konsiderojmë që kemi mbledhur mjaftueshëm fuqi për të përballë me pjesën publike. Dhe të them, jam diskriminuar, si jam diskriminuar, do të ishte gjithmonë subjektive. Për disa arsye, sepse paragjykimi është edhe disa llojesh. Ajo për cilën ne kemi vuajtur si gra me shamia, ka qenë gjithmonë institucionalizimi ati paragjykimi në do thot në institucione, në shanset e barabarta, në shërbimet për qytetarët që i ka ma çdo qytetar, për te përkatësive të tyre që i kanë pasur. Dhe kur e kemi zbërthyer, kemi parë që ai paragjykimi institucional nuk ka asnjë bazë ligjore madje, edhe nuk e ka pasur asnjë mbështetje popullore dhe as qytetare. Dhe pastaj ti fillon dhe merresh do thot me jo vetëm dekonstruktimin e tij, po edhe eliminimin. Natyrisht që ka përmirësime, po deri te këto përmirësime është shpenzuar shumë kohë, shumë energji, shumë jetra besa dhe janë shkatruar. Edhe kur na e bëni edhe pyetjen, unë e paragjykoj sikur është një pyetje për mbjetesë, si mbjetuat ja dulet. Po pse duhet t'ja dalë? Jo, besoj nuk është ka që... Jo, s'u them juve. Në përgjithësi. Nuk e bëm që nga fillim këndasi, sepse jemi shumë kundër kësaj. Se po flasim për gratë suksesshme, po megjithatë është një temë që vazhdimisht preket. Gjithmonë. Prandaj edhe në këtë intervistë kemi dëshirë që t'jepni përgjigje jo të përgjithshme, po t'na tregoni se me çka realisht përballeni. E qartë, nuk e thoni ju, çdo kush që pyet një grua në televizione e pyet si a del, si a dole. Do thot, megjithatë ne në ndërdijen tonë po flasim për një lloj mbjetese. Çfarë do qoftë ajo? Po një pyetje të tillë nuk ja bëjmë asnjëherë një burri, si a dole, si patë ti sukses, ajo nuk është më kurfar çudie. Edhe tash mes kësaj pyetje si a dalim dhe të kemi sukses, aty është një oqean i tërë problemesh strukturore, institucionale, kulturore dhe sociale, të cilat bashkërisht besoj gjithë mundohemi t'i zgjidhem, sepse për te që paragjykohesh dhe diskriminohesh si grua, dhe kur je grua me shami, atëherë ke dy fish, do thot të gjitha vështirësit, dhe sidomos kur je në politik, po ashtu. Por kjo nuk ka ndonjë, si të themi, përgjigje tjetër përpos përballjes.
Po si ka qenë politika karshi jush, pra një grua me shumë ambicje, pa këto dallimet për cilat në po flasim, që ndonjëherë ndoshta nuk na pëlqejnë, po gjithsesi janë prezente edhe nuk mund t'ja shkalojmë, dhe pra një politikane me mbulje. Si ka qenë politika karshi jush dhe kolegët tuaj? Shikoni, në politikë konsideroj që kolegët kanë një vedije më të pjekur, një pjekurim në maturitet politik dhe aty ke më pak problem. Por ajo çfarë ti e sheh tek opinioni publik dhe sidomos tek medial, tek qytetarët, është se mundohet të sjellin në një pozicion të delegjitimimit të shamis me ty, fillimisht, sepse dhe pastaj edhe të delegjitimimit të arsyeve tua pse ti je në politikë, se ka të një agent të fshihur, se ka këtu një krah, se kjo nuk është normalja e Kosovës, ndërkohë që ti aty, si çdo qytetare tjetër e Kosovës, plus asaj që je përgatitur, je shkolluar për atë punë dhe i kupton disa gjëra, më stem sa të tjerët, ndonjëherë edhe më mirë se të tjerët, dhe ke edhe guximin dhe integritetin ti çesh ato përpara. Por të gjitha këto ka një spjegim. Kuptimin që edhe këto komentet që kanë vërshuar rrjetet sociale nuk janë të rastishme. Unë prapë them se paragjykimi, pavarësisht që është një gënjeshtër shumë e madhe, është gjithmonë shumë organizuar. Nga kush këtë rast? Tash nga kush është pyetje shumë e madhe që nuk e di mirë, po për shembull, kur i lexoja komentet negative dhe të gjitha ishin kundër shamis, kundër fesë, mundohet të shkpute nga komuniteti, e shikoje që ata njerëz në fakt janë fare fetar. Por që njerëzit shtyjnë dhe forcojnë paragjykime mbi bazën e motiveve të tjera, të cilat janë paragjykuese, por janë gjithashtu të orientuara në mënyrë që të huajzoj ty brenda shoqërisë tonë, si një lloj tumori, si diçka e huaj, s'është e jona, si e nga ne. A kupton, pavarësisht që ti je nga mesi të gjithëve dhe je për ta dhe je për Kosovën, dhe nuk është një betejë e lehtë, por është e domosdoshme. Është e domosdoshme dhe mu vjen, si them, gëzim çdo herë kur e kaloj një vështirësi të tillë, jo për veten time, po them dikush pas mie do ta ketë më lehtë. Do ta ketë më lehtë. Ju i kaloni lehtë, natyrisht është bagazhi juaj, karriera juaj dhe sot i përballoni shumë më lehtë. Por ka edhe vajza të reja që ndoshta janë në fillimet edhe në shkollë, e kanë këtë dëshirë të mbulohen. Natyrisht për to tani është një tjetër sfidë. Ne kemi parë edhe raste kur ka pasur pengesa edhe në institucionet shkollore. Si është për këto vajza të reja që dëshirojnë të mbulohen? Me çfarë ato përballen në praktikë? Ke kujdes përgjigje se kanë me thonë që po nxit vajzat e reja me mbulu masa në komentet. Jo, mund ta bëjmë edhe direkt të pyetja, më vonë. Komentet po flas ata që janë nga dëshurisë se çfarë po japin përgjigje. Ndoshta më mirë është këtë pyetje një abohat nëse është gazetare me u përgjigj personalisht për historinë tam, për suksesin tam, se jo diçka tjetër. Në familjen tam, domethënë, tash jam unë dhe vajza e Agjës, domethënë me shami, nuk është askush tjetër. Unë jam mbulu që 8 vite, po thjesht nuk është një diçka që e kom prit para se me qitë, do më thonë, shamin edhe e curia mas shami, sepse duke ndëgju këso muhabete, këso stane, këso vështirësi, realisht e kom prit me shumë vështirësi. Dhe nuk është që e kom pas, do më thonë, qash letë. Po ma ndej, falë zotit, do më thonë, gjithë shka ka hecë ndryshe. Sepse nuk jo merr asnjëherë me njerëzit, me paragjykimet, me sfidat, me sane, po gjithmonë e kom kalu. Edhe është shumë e vërtet ajo që e tha Besa, sepse shpesh herë na e bartim edhe një rol edhe një përgjegjësi shumë të madhe se sa vajzat, domethënë pa shami. Të paktën unë e marr ashtu. Po e merrni që përfaqësoni edhe gruan edhe gratë me shami. Që është një përgjegjësi e jam, po, definitivisht edhe vetë e marr që ndoshta dikush tjetër domethënë ka me pas më të lehtë, edhe çdo herë sa herë flas me çikat e reja, me vajzat domethënë që e kanë plan për me qitë shamin edhe për me të ndjek udhëzimin e të madhit. Zot gjithmonë i them që mos i ndëgjani çka thonë para gjykimit cane, sepse nëse unë ja kom dalja del edhe ti. Unë asnjëherë nuk kom punu unë sektorin publik, gjithmonë domethënë kom pas punë privat, po në punën tam, domethënë privat, si kontabiliste, si biznes, domethënë që unë e udhëheq, nuk ka që kom pas kësaj vështirësi, fal Zotit. Sepse njerëzit u njohin po departamentin kompani që mirret me kontabilitet, me auditim edhe me financa. Sa kohë të shdosh që ta merresh këtë pozitë edhe a mendon që kompania është të themeluar prej vetë neve, edhe normalisht që aty e ndërton edhe e zhvillon klientelën edhe gjithçka tjetër, rritjen e biznesit edhe kështu.
Ajo që deshta me thonë është nëse unë ja kom dalë, dhe me thonë pa tjetër që se cili kam ja dalë. A ka qenë letë, normalisht edhe na kemi pas sfida, vështirësi, po asë njëherë nuk kemi nalë në to. Thjesht, ka diçka që nëse ti unë paragjiko, ose nëse ti, për shambull, ki na i farë mendimit keq, ose një diçka që, okej, kjo mundet për shambull mësë me ditë, ose mësë me përfatsu dhe me thonë vanin e vetë mirë, atëherë të ftoj me ullë, edhe me bisedu, edhe thjesht, unë qëso mënyre, dhe me thonë kemi pas shumë raste që kanë thonë vau, adin, nalë se, ose më ka shti dikush tjetër, ose kom një, dhe me thonë diçka, dhe me thonë këto jenë rastet konkrete që na jemi marrë me to, po. Unë e 32 vite, dhe me thonë, kom qenë pashami, edhe e di që është me jetu pashami, jom shkollu, dhe me thonë, pashami, po vendimin kur e kom marrë, asë njëherë nuk ka pas, asë një moment jetës same që jom zbrapset, ose kom thonë pse me qitë, ose adin e kom qëtë vështirësi, ose mës të aboj, asë njëherë, dhe me thonë, gjithë shka mas nej, ato vështirësit e vogla thjesht harron edhe, nëse me në vazhdo me punë edhe absolut smirësh me do. Për atë që thash më herët, dhe për ta lidhur me reagimin tënë, do të bëj pyetjen direkte. A ka sot në shoqërinë tonë nxitje për të mbuluar vajzat e reja? Është e kundërta. Nëse një vajzë e re këtu, gjithmonë nisem nga personalja. Nëse kam pas dëshirë qysh në shkollë të mesme, me ndash më mbulu, so nuk jam medresante, atëhere normalisht pyetja e parë që më shbo është pse, për që në sigur të sa është bindja jote në ato që po e dënë, edhe tutje, a e ke menu qysh ka me tarë djeta masin mbulor, se po jemi në Kosovë. Edhe normalisht që nisi bën disa kalkulime, me një laps që e ka një gomë në majtë lapsit, se duesh me këthy mrapsht dhe me fshi që ka do që jetu me ndu, sepse nuk i dije se si të vjen jeta, duke qenë një vajzë me shami në Kosovë. Këto po flasim mendimet të një adoleshenteje që ka pas dëshirë me umbullu. Tutje ka qenë vendim i cili është marë që ka me umbullu pa as një lloj imponime, as tërthorazi, edhe thua diqysh, dvi jeta, si besimtar e keme më të lehtë, sepse në mbështetemi në Zot, edhe çka do që të vi është në dorën e tij patjetër. Qysh do me ardh jeta për mua është okej. Ka me bë atë që nihem rehat edhe që duhet me u bë. Ndoshta kishte më qenë kjo tjetra që dyshoj në duhet me u mbulu ose jo për shkak të bindjes, po për shkak të jetës edhe normalitetit tutje. Kjo është ajo pika cilat mendoj që është ma problematike dhe ma shqetësuese për vajzat e reja sot. T'ju bëj një pyetje shumë personale. Pas vendimit për mbulesë, secila prej jush, çfarë ka ndryshuar në jetën tuaj, në bindjet tuaja dhe në gjendjen emocionale? Cila do? Besa. Po fillojmë. Pse për ta arsyetuar do shta pakës pyetjen, se shpesh flas. Përvoja ime personale, por edhe pse unë mbarë qamin tash, 26 vite, dhe përvoja ime me motrat, me shoqet, shumica dërmuese e thonë këta që vendimi për shamin është e vërtet që është një nga vendimet më vonë se sa disa praktika tjera fetare që ne i bojmë. Do thotë, unë nuk e një askan që nuk është falur, nuk ka besuar dhe për njëherë në mëngjes ka vendos me shamin. Do thotë, ka aty një proces maturiteti gojgja të gjatë, ku mblidhet shumë njohuri, ka besim, e ka një si të them, një rizbulim të lidhjes së vetë me Zotin e vetë, një definim do koha e punë dhe njeriu e përjeton. Dhe kjo është shumë individuale, është jashtëzakonisht personale kjo gjë. Unë besoj pavarësisht që të trija mbajmë shami, asnjëra se kemi përjetuar njësoj. I ka pasur se cila ka veçantit e veta dhe ne s'mund ta japim tash një model për asken. Po në momente kur, si të them, përfundon ai proces maturiteti dhe kjo është zgjedhje personale, është zgjedhje vullnetit tënd dhe është një vetvendosje që ti thua unë e barë shamin për hir të besimit tim dhe për hir të Zotit tim dhe asgjë tjetër më nuk ka rëndësi. Kur e ndjeve këtë moment? Momenti kur ti e ndjen ti e vendos shamin dhe nuk mundesh me pa të. Dhe mirë po, një gjë tjetër pas kësaj, që ndoshta ndonjëherë edhe kemi mundur edhe ne personalisht të bëjmë gabime, është që kemi menduar që atë çfarë unë ndjej për shamin time, ti duhet ta mirëkuptosh, edhe ti duhet ta ndjesh, por ti ja që nuk e ke ndjer, nuk e ke kuptuar. Dhe këtu pastaj besoj që është dashur
dhe na është dashur të gjithave të bëjmë shumë komunikim, shumë dialog, për t'u shpjeguar njerëzve edhe nëse kemi pasur aftësitë më të mira të artikulimit, ne nuk arrinim dot të qitnim ndjenjat tona si themi në tavolinë që njerëzit i kuptojnë. Dhe kemi ardhur deri në shkollë kur njerëzve u kam thënë shikoni, ju mund mos ju pëlqej shamia. Në rregull është, sepse në fund fare shamia është e imja, ndërsa unë jam e juja, e gjithve. Kjo është një vendimarrje vertikale mes meje dhe Zotit tim, por ama duhet ta respektosh. Për ta respektuar e ke detyrem. Ka shumë gjëra që as neve s'na pëlqejnë tek të tjerët, por nuk është punë ndjenje, a më pëlqen mua apo jo, që ty pastaj çfarë? Të rrezikoj shkollimi, punësimi, dalja e sigurt në rrugë, mos harrojmë. Për te relaksi që ka sot, po mendoj shoqëria jonë në kuptim të pranimit të ndryshimeve, para lufte dhe pas lufte vajzat janë sulmuar fizikisht në rrugë, sepse ka qenë një vajzë me shamiku, të tjerët i kanë bërë ftesë, një terroriste, ose një Bin Laden, ose ne nuk i harrojmë ato gjëra dhe i kemi dokumentuar, jo për hakmarrje, por vetëm për treguar në fakt që disa rrugtime të disa njerëzve për zgjedhjet e tyre të lira nuk kanë qenë asnjëherë të lehta dhe se këto janë heroizma në natyrën e vet. Por askush dhe gëzohem që asnjëra nuk është ndaluar në këtë pikë. Ta festoj që atë heroizëm personal dhe thot kaq. Por çfarë kanë bërë? Ka vazhduar punën, shkollimin, kontributin në shoqëri dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pse paragjykojnë shamin? Unë mendoj që në Kosovë ka paragjykimi për çdo profesion. Edhe kur i shohin gratë, po e zëm në media, në televizion, ato nuk thonë se don atë punë apo kanë talent për atë punë, po thotë blihet, shitet, apo tje në politik për të holla, për biznes, askush nuk beson në një ndershmëri, në një ndjenjë të pastër, në një përkushtim që dikush e bën një punë për hir të vetes vet, në radhë të parë dhe pastaj të tjerëve. Kështu që kur të shohin me shami të paragjykojnë se ti nuk e bën shamin bashkë për fe. Nuk është kjo bashkë për Zotin tanë, se Zoti ka tjera kalkulime, thua se dina ata këto gjë. Do të gjithmonë ka aty një pikpyetje e cila lidhet pastaj me probleme më të mëdha sociale që i kemi. Me arsimin, me sundimin e ligjet, po ashtu, sepse njerëzit ke pas një kujdestar klase që ka paragjykuar shami dhe ka ndjer veten të lirë të nxjerrë nxënësën nga klasa. A kupton deri ku ka shku puna anarkist në Kosovë? Kjo do një riedukim, por mbi gjitha do një sundim ligje dhe do në kështu të hecim si shoqëri për para, për t'i pranuar gjërat, jo për shkak të vullnetit tonë, të lira, para pëlqimeve tua, po sepse duhet ta du shtetin, të respektosh ligjet e tua, dhe pastaj të nxjerrësh të mirën nga secili. Po, dhe e bëra këtë pyetje sepse ndonjëherë është kjo përshtypja dhe është ky diskutimi që njerëzit kur janë në momente të caktuara, të vështira në jetën e tyre, sikur zgjedhjen e fundit në fakt e shohin tek feja dhe më pas vijnë hapa të tjerë. Pra, e ka një lloj prapavije kjo pyetje për debatin. Kështu që në këtë pikë, një përgjigje edhe për atë se si ju ndjeni karshi mbulesës edhe emocionale është edhe gjitha ndryshimet që i keni përjetuar, secila në mënyrën e vet, se u tha kjo disa herë dhe e kuptojmë që secila i ka përjetimet e veta. Po. Në fakt, kur unë e kom qitë shamin, e kom pas një po bukur gjatë, kur jo merë shumë me leximin, nuk kom dash me ndëgju që ka flitet në për media, që ka flitet në për komente, që ka thot ajo se aj tjetre. Gjatë kohës, më thonë, masi që e pata përfundu masterin gjatë rritjes të fëmijëve, sepse jo merë personalisht 8 vite vetëm e ta, kom lexu shumë edhe aty e kom një nevojen, e kom një udhëzimin tam që është një diçka që mu thjesht u mungon. Kjo ndjenja pse ty të vjen, dhe më thonë, për me qitë shamin është shumë interesant, edhe shumë shpesh nuk arri as vetes ta me ja shpjegu, po lere ma dikuj tjetër. Është një diçka që ti e nin aq thellë edhe kapesh edhe lidhesh për atë obligim fetar i cili na u kanë vesh neve femnave, sa që besom nuk ka ndjenjë më të fortë në jetën time që ko marr për shembull ndaj vendim ose ko marr për shembull ndaj zgjedhje diçka tjetër më të mirë se sa këto. Është ajo bindja që ti ju ke afru më shumë Zotit, është ajo ndjenja që ti respekton dëshirën e tij,
edhe është ajo zgjedhja jote që ti pavarësisht kësaj botës ku i folëm gjitha paragjykimet edhe gjitha vështirësitë, ndoshta jenë një pikë shprese për dikon tjetër ose për fëmijën tonë ose për familjen tonë. Thjesht kjo është shumë e thjesht, po shumë se e theme që nuk mundesh me përshkru se çka ke ndjenë atë moment kur ke vendosur. Domethënë burri tam ja pa ta bë një pyetje kur ka shku on hax herën e parë, i kum thonë shpjegom a bën ndjenjën çush është. Edhe ai falke është kështu, është tepër mirë, është anej kënej, po kur kom shku vet herën e parë u numre. Edhe kur unë pyet ke dikush tjetër, thash vau, thash sa vështirë pas ka paske për më shpjegu mu, domethënë është kaq thellë e lidhur ndjenja jote me bindjen që ti e ke marrë dhe e ke përtheku për me arrit për m'ia shpjegu dikujt tjetër. Ka shumë emocione, ka shumë dhimbje, ka shumë dashni mbrana, ka shumë përgjegjësi mbrana, kështu që është një diçka që për një më shumë e du. Përvoja e jote. Për mu, nuk do t'i bi gjatë, për mu ka qenë fat shumë i madhë. Për arsye sepse kam pas modelin në shpe. Nana ime, Suada Çerkezi, është e para gru në Shqipëri e cila është mbulu. Kështu që sfida që ajo ka hasë njët në mentalitetin atje, duke qenë një gocë tirane, vështirësit e saj për mu kanë qenë shembull, edhe lirshëm muj me thonë që kjo rruga që e ka bo gati për mu, më zhduk kur gjoheqe dhe më zhduk nështë ta veç justifikim nëse veç duhet me thonë, ta bëj apo jo. Sepse kur i kom dëgju historitë e saj edhe se si është ballafaqua ajo për ditë me prej komunizmit, e dalën, e mbulume, 17-18 vjeçare, paragjykimet e mëdha, vetë komunizmi dhe jashtë saj tregon shumë çka, kështu që pra po them, rrugën për mu e ka shtru edhe ka qenë totalisht e letë për mu. Kisha do shumë me pas fatin tim jo si nanë, sepse për gjithë kënë nana vetë është ma e mira, po flasë si shembull brenda për që rrugën, pra po them. Pra është më e letë. Ndërkohë, ekziston ai paragjykime shumë, me që vetëm me përmendë rastin e nanës që familjarët shumë shpesh ndikojnë tek fëmijët që ta marrin këtë vendim. Sa qëndron kjo? Në fakt e kundërta. E kundërta? E kundërta. Në shumicën ndërmuese ne duhet ta kuptojmë edhe pa na thonë dikush që duhet jetë e kundërta. Sepse ne nuk jetojmë në një sistem, në një rregullim shtetëror ku shamia është normë. Apo siç janë shtetet autoritare dhe kur mos qoftë ashtu. Do të jetojmë në një sistem krejt të lirë dhe kur fëmia yt vendos të jetë më ndryshe. Çfarë do qoftë ajo? Normalisht që këtu nuk ke të bësh tipe mbështetje, as me populizma, nuk ka ndonjë popularitet, nuk është një ajo gjë trendi dhe çdo prind normalisht që friksohet për të ardhmen e fëmijës së vet, apo? Dhe kështu kanë ardhur shqetësimet e para gjithmonë, po edhe prindët e mi aso kohë i kanë shprehur edhe familjarët tonë, sepse ata brengosen për të ardhmen tënde, cila mund të mos jetë e barabartë me të tjerët, pikë së pari. Dhe për çdo prind kjo normalisht që është breng, po pse është kështu është sepse këto, siç po e thoja, megjithatë kanë një, mos i them rebelion, po kanë një heroizëm brenda saj edhe është krejt normale. Por problemet globale kanë bërë që prindërit e Kosovës tashmë disa tindojnë disa shqetësime me problemet globale, sepse Kosova nuk është një ishull i izoluar. Mirë, po shumica ndërmuese të njëjtëve prindër me cilët kemi punuar me vite, e shoh se janë në fakt prindrit më të qetë, më të rahatuar në këtë aspekt. Ata të cilët kanë pasur frikë, kanë pasur rezerva, kundërshtime, por që tash ju duket se fëmijët tyre është në një rrugë të mbarë dhe kanë shumë më pak derte dhe halle se sa po e zanë një fëmijë tjetër. Tash unë nuk du t'i bëj këto dallime, mund t'jenë edhe subjektive, po kjo është përshtypja që na kanë dhënë vetë ata prindër. Nëse munde me shtu vetëm një segment është, unë mendoj shumë e rëndësi për hir të diskutimit që kemi ne si gra në Kosovë, që solidaritetin brenda gjinisë edhe ajo do një edukem, dhe fatkeqësisht është dashur shumë vite që këtë liri të zgjedhjes së gruas ta pranojnë gra tjera.
para se të flasim për si na shohen burrat. Sepse pak besoshin njerëzit që ka grua që merr një vendim që nuk është as pak i popularizuar, që është kundër orientimit të shoqërisë, dhe gjithmonë pasaj ata e shestanin një farloj arsyetimi aty të konspiracion. Por gratë kur filluan të kuptojnë që nuk mundën pa njëra tjetrën dhe se mbrojtja e lirisimet të zgjedhjes nënkupton fuqizim timi për ta mbrojtur ty lirinë e zgjedhjes, çfarë do qoftë nesër liria jote. Dhe kur ky solidaritet ka filluar të zë vend në Kosovë, dhe për këtë jam shumë krenare, dhe ja jap kreditin pikërisht grave me shami të cilat nuk janë dalur brenda llojet, por kanë komunikuar me gjithë të tjerët, siç po e përmend edhe Iqbalja, ne e dim si është të jesh pa shami. I kemi provuar. Ju e dini që mbulesa zgjon një debat, gjithmonë ka zgjuar dhe vazhdon të zgjojë, edhe sidomos në komunitetin e feminizmit, grave që flasin, meq i përmendet edhe për atë se çfarë bëjnë gratë për gratë. Unë dua ta bëj një pyetje, nuk dua që ta merrni si paragjykim absolutisht, por do ta bëj meqense ne si gazetar jemi në këtë pozitë që ndonjëherë i bëjmë edhe këto pyetje që mbase nuk ju pëlqejnë persona të caktuar. Për vajzat dhe gratë, mbulesa, a është shtypje? Pse ka me qenë shtypje? Po, nisë nga deklarata që e kemi dëgjuar në komunitetin feministe, që mbulesa është shtypje për vajzat dhe gratë. Nuk e di në ka dalë në i gru, halo, cila është me shami, edhe ka thonë që po ndihem e shtypëm pse kam shami. Ndoshta nuk e thot? Gjithmonë, po nuk e thot se nuk është ashtu. Ndoshta nuk mund ta thot, nuk dëshiron ta thot, nuk e di. Për çfarë arsye? Dali pak edhe në pozitën tjetër. Me vendos shamin është don guxim. Don vetbesim e cila nuk mundet më injektu prej kërkujt. As në rastin tim prej nanës time, që nuk ka relatë më të ngushtë. E lere më prej tjerve. Pra është diçka e cila vjen prej brenda, pavarësisht mundet me shku një jetë duke i fol dikujt, edhe thjesht nuk është aty ku duhet në këtë aspekt. Nuk ka shanca. E vetmja gjë nështë që kësha dash me shtu këto është kur ke shamin edhe nuk mundesh me vazhdu jetën ashtu si ti do për shkak të rrethit, jo për shkak të vetes. Nëse ka dikush që e dyshon se je e shtypur, atëherë përballë jam vajzë gru me shami, e cila jam të thonë haptas dhe nuk më gushdon kur gjë, nuk më dalon kur gjë, edhe me thonë që po, jam me shami edhe jam e lirë. Nuk ndihem e blokume kur gjë njetë jashtë sfidave shoqërore dhe paragjykimeve, po flasë në mënyrën se si funksionoj si njëri. Karakteri është i njëjtë, personaliteti është i njëjtë, është thjesht rritesh, pjekësh, formohesh, merr më shumë informacione, merr më shumë dituni, njohuri për profesionin apo dhe për jetën edhe raporte ndërpersonale me tjerët. Por në raport me veten, të thush që një gru me shami në Kosovë ndihet e shtypën për shkak që ka shami, është absurditeti më i madh. Kjo ka një konstelacion tjetër, le ta plotësoj, në nivel global, kur autoriteti ta përcakton të veshjen dhe përzihet në zgjedhjet tua për trupin tënd, për të kokën tonë, flokët tua, kjo sigurisht është një shtypje. Dhe shtypje shtetërore, shtypje institucionale. Unë vetë jam nashur se një prej atyre peticione nda një shteti që e bën detyrim veshjen në këtë rast mbulimin total e të tjera. Por të besosh se është një shtypje apo jo, paraprakisht duhet të komunikosh dhe të dialogosh. Sepse nuk ka këtu një përgjigje absolute. Unë asnjëherë nuk e them. Por se në Kosovë duhet të besosh që ka gra që vetë vendosin për trupin e vetë, për rrobat e veta, për mënyrën se si e vendosin. Kushtet duhet jenë të barabarta për gjithë qytetarët. Gjithmonë e kam bërë një kundërpyetje ndaj atyre cilët i kemi shoshit këto gjëra dhe kam thënë, po çka nëse një vajzë cilën e keni përzën nga shkolla dhe mbetet analfabete, mbetet prapë në dhe ajo një ditë e heq shamin. Çka do të bëjë shteti? Si ja kompenzon shteti jetën? Çfarë grupacioni shoqëror pastaj ajo do t'i takoj? Zgjedhja është e lirë, është personale, është individuale. Ne kemi vendosur të bëjmë shamia, mund të vendosim të heqim shamijat. Nuk do duhet të ishte prapë kjo temë, të vendime personale që ne i kemi marrë vetëm në dialog në këtë rast si besimtare me Zotin tonë. Të tjera çështje duhet në Kosovë të jenë të hapura për çdo qytetar në mënyrë të barabartë dhe këtu e kemi pasur gjithmonë hallin. Unë nuk kam pasur
kur raste ku kam po ndonjë tendencë për ta imponuar, apo edhe për ta promovuar në ndonjë mënyrë, ose edhe nëse kanë qenë këto iniciativa private, apo cilat mund të penalizohen, sepse dikujna ja ngushton lirin e zgjedhjes, por me qenë se shteti ynë është sekular dhe është i hapur. Ka që mundohen që unë e kam po pyetje edhe kur ka qenë mami këtu që ka qenë vajzë 10 vjeçare me shami, ajo nuk është e gatshme që të merr atë vendim. Ajo pastaj hyn në një jurisdiksion krejt tjetër. Po ajo mund të hyj pastaj te ato vajza që kur rritën e heqin shamin se ka marrë vendimin vetë. Ajo megjithatë kjo është një temë tjetër se si familjet mundohen të edukojnë fëmijët. Por në Kosovë, nëse kemi po e zam një rast, mund t'i krahasojmë dy raste që janë të kundërta. Një vajzë që janë punon dikush një shami, dhe ajo lajmërohet, dhe unë besoj i gjithë shteti, i gjithë shoqëria, Bashkia Islame vetë, myftiu, unë të gjithë i dalim krah, se ajo nuk dëshiron ta bëjë shamin, edhe jemi në të drejtën e saj. Ashtu kështu. Him në krahun e saj. Por ama, në kohën kur një vajzë ka vendosur ta bëjë shamin, nuk ishte aty shteti. Nuk ishte as shkolla, madje nuk ishte as institucione fetar, ishte ajo vetëm. Dhe kjo është dallim jashtëzakonisht i madh. Por ishte zgjedhje e lirë. Ishte e lirë, do thotë, kur njerëzit flasin se ka imponim, ka sponsorizim, këta, më fal, por Kosova është shtet. Dhe ne kemi ligjet e vendosura dhe kemi fuqizues ligjeve, institucionet të cilat e zgjidhin këtë problem shumë lehtë. Apo jo, një sinjalizim i tillë. Por nuk mund është mbisoj të këtij lloj arsyetimi, nëse aq shumë të bën për qytetarën, të jesh indiferent dhe të thuash këtu ka imponime, këtu ka sponsorime, jo, sepse ajo është vepër penale dhe kjo është një krim, dhe ndaj krimi duhet secili qytetar të ngritë zërin. Por ama, kur ka një zgjidhje të lirë dhe ka një vetëvendosje nga ana e gruas, ajo duhet respektohet. Ta kam bësh me thonë diçka edhe për feminizmin, që se unë jam një feministe dhe jam profesoreshe feminizmit, të them që në fakt të konsiderohet shamia shtypje, këto kanë qenë ato kontaminimet imperialiste që kanë hyrë në disa feminizma të sponsoruar, sepse feminizmi pastaj kush sponsorizon se disa herë po e përmendën. E përmendën në nivel global është kjo, këto janë jo, e gjeni edhe në literaturë. Por se në fakt kanë qenë feministet, edukura në Kosovë që kanë qenë krah vajzave me shami për para çdo gruaje tjetër në Kosovë. Dhe unë këtu dua t'ju shpreh atyre mirënjohje, sepse ato nuk e kanë dashur shamin, por e kanë respektuar vullnetin e saj të lirë. Dhe ky duhet të ishte. Mund të jetë një mendim edhe një feministe krit i saj nëse thotë që është shtypja, nuk ka të bëjë këto me njëherë të dalim tek ajo që e ka sponsorizuar dikush. Jo, s'është punë, shikoni këto pastaj puna paragjykimeve kanë për atë arsye, nuk duhet krijojmë keq kuptime. Janë tema që ndërlidhen me tema shumë të mëdha globale, me Orientin edhe me si më thon, ja humb subjektivitetin çdo gruaje. Kur ti thua që ti, çfarë ti mendon s'është mendimi yt, çfarë ti beson s'është besimi yt, edhe ti çfarë ke vesh nuk i ke zgjedh ti vet. Dhe këtu më një herë vije tek çajo ngulfatja që ti si njeri, ti s'ke subjektivitet. Por gjitha këto paragjykime dhe ankesa nuk e thohet kur një burri. Mi thonë, kjo setër s'është e jotja, kjo pamje jotja s'është bashkë jotja, të shohen pri kahit ka arë, kush jeti, si për ja del ti. Që janë matrallat. Dhe normalisht që shoqëria i buan pasojat njësoj. Diskriminimi shtetëror ndaj një grupacioni, shoqëria vuan, sepse ndoshta për te sukseseve që ka Iqbalja, Adna, Ajaja, ndoshta këto vajzat do të arrinin suksese edhe më të mëdha, sikur mos të konsumoheshin me paragjykime të këtij niveli për ta mbrojtur çfarë? Veshën e saj personale, që ishte vetëm e saj edhe askuj tjetër. Po në fakt diskriminohen edhe vajza tjera, ndoshta që dalin kështu ma mendje hapur, flasin për eksperienca. Sigurisht, sepse këto gjithmonë shoqëria pastaj mundohet t'i vënë në dy ekstreme, e mbuluar dhe tërësisht e zbuluar. Por jo, shoqëria e Kosovës është ekstremet, për shembull, po flasim edhe për paragjykimet përveç sukseseve secila prej jush, por në anën tjetër, në rrjetet sociale kemi një personazh të mbuluar që po ashtu është tepër viral dhe merr shumë vëmendje. Hajati apo? Çfarë flet kjo për shembull? Kush është ajo? Por rrjetet sociale besoj, duke di TikTok e këto nëse i keni. Besoj që si personazh e njëni, domethënë pse i kemi këto dy ekstremet? Pse është kjo që i paragjykojnë dhe kemi një personazh kaq viral në rrjetet sociale, për mënyrën se si jeton, pasurinë, këto gjërat e tjera?
Edhe mënyra e veshjes është më ndryshe, mundohet që ta bëj veshjen me sharmi më të modernizuar. Dhe në base mund ta keni edhe një koment për këtë kritika. personazh, pse jo? Shiko, edhe për neve këto të treja, mund të ketë dikush një mendim cila mund të thonë që më moderne, një lidhje më shamis, më ndryshe, asnjëna nuk e kemi të lidhur njëjtë sot. Kështu që E mendova ma herët, thash sa interesant. Kështu që është, unë e mendoj njëjtë, është sikur e flokëve, po nuk kemi mundësi me bo një fenerem t'jashtëm, apo të brendshëm, apo një frizurë që huft, po kjo është ajo që ne mundemi me bo në mënyrë që me vetes me ju përshtat, pastaj edhe veshjes e tjere tjere. Sa i përket personazhet, si më shumë se sa hati, e shoh pak më diskutabile çështjen se çka realisht jemi të bo viral, edhe me çka. Pra, nëse Hati me sa di është një vajzë adoleshente, apo ka dalë për adoleshencës? Duke që ka Ka dalë. dalë, Ka besoj dalë nga për ajo që... adoleshencës Se shpesh feston ditëlindje. Kështu që për çdo vetë besoj. Edhe kështu festime luksoze. Çdo ditë feston ditëlindje. Paj, qysh është ajo 3 ditë e Bajramit, 3 ditë e linjës, 3 ditë e vitit të ri. A është një model për vajzat e reja? Unë mendoj që realisht ajo vajzë e cila Hati është me shami, kur çdo tjetër që kish pas jetën e saj, po flas në moshë të njëjtë, kishin thonë ti kishin pas edhe na çato rane. Kështu që arsyeja pse është pikpyetja e madhe është pse ka një shami edhe i ka çato rane. Kështu që do të me ditë me bo pak një farloj diferencimi. Vajza e bën jetën e vetë, për mendimin tim është ende në pjekuri e sipër. Unë nuk kam TikTok dhe rrjedhimisht nuk e kam pa, janë thjesht ndarje që shkëputin apo diskutime në studio që kanë gjallë kur jeshtë me ditë çka është kjo qik. Për ndryshe, realisht mendoj që secila kohë e dën kohën e vetë. Pra, pjekurinë e vetë, momentumin e vetë, ajo nuk e di realisht edhe çka ka vendosur me bo me jetën e vet. Nuk e ka marrë drejtim ndoshta edhe në profesion të vetën. Tregon, besoj, ndërkohë në TikTok. Paj, ndoshta, na bën ai fest edhe për profesionin e ri. Kështu që rrjedhimisht nuk ka diçka për të diskutuar me vajzën përveç faktit që populli e ka zgjedhë dhe ka bo viral. Edhe në studio diskutohet sikur ne tash diskutohet për të në është model apo nuk është model. Pse duhet edhe pse nuk duhet me qenë model. Do me thonë, vajzat e reja, pra po them, po kthehem në fillim. Mos t'ishin qenë me shami, vallaj kishin modelizu. Po du me bo qatë jetë. Në të kundërt, ka gra cilat janë me shami, janë karrierë, pra janë gra, jo vajza, jo të dalën nga adoleshenca. Ka vajza shumë cilat janë me shami, mirë po jashtë në botë, po korrin sukses në shkencë. Për to nuk diskutohet. Pyetja jonë ke për shkak se është këto. kritikuar dhe për shkak të veshjes. Ka pas gra me mbulesë që i kanë komentuar që apo zbulon më shumë se që duhet ose diçka e tillë. Edhe mandena i ka pas edhe disa video të hedhën pishin, të vrapru prej një veturës luksoze të një vetur tjetër, edhe ideja ishte se është ky shembulli më i mirë që mundet me jep për vajza që ndoshta dojnë me marrë atë vendim. Pra po them që vajza vetë në fjallë është e re. Edhe, do me thonë, kryesisht kur folet për këto pjesë se si është mbulu, në qëfar forme dhe si është duke u duk, po, apo se qëfar jetë luksoze ka dhe për një makinës në shtrajt, për një makinën në shtrajt, zakonisht të diskutojnë këtë çështje edhe me hoxhallar. Nuk po ju them ju për shkak që është rrut pyetjen, sepse normalisht do ta diskutojnë, por po flas në të përgjithshmen e shoqërisë. Diskutohet një hoxh në rast që ka një makinë pak më të mirë se sa një mesatare. Ose nëse e ka marrë dhurat. Ose diskutohet, deputetët tash nuk po diskutohen më dhe aq. Diskutohet një hoxh në rast që shkon dikon, bën një palë pushime një herë në hy me familja apo ndron shtet, jo me cilat fundi i udhëtu. Pra, gjithmonë është një tabelë qitje një besimtar, pa marrë parasysh se çfarë posti ka, edhe nëse është jashtë syrit publik, prap ka me qenë një pikpyetje e madhe, po së është duke bashkëpunu me Arabin. Ata pysim edhe kanë të marrë një opinion pse janë tabelë qitëse gjithmonë pra kjo pjesë, besimtari pra saksisht. Si e shë? Zdu ta komentoj fare. Ajo, jo, okej, të morëm një opinion. Që kuptoj sa vjetër janë, s'ka një hati. Ja. Pse janë tabelë qitëse besimtarët? Nuk e di, ndoshta për vetë faktin e përgjithësisë edhe për vetë faktin që ka feja islame neve na mëson edhe na udhëzon për me kry.
edhe jemi popull pak paragjykus që me zispresim që tjetrit mja gjithë një defekt ose një diçka edhe krejt më ndej e bujmë ata turmën edhe shkujmë edhe i vërsulmi edhe sulmojmë, po me thonë drejtën në smirë na heq me këto zane edhe nuk është asë që du mi ja drejtimin tënd, po ndonjëherë, njerëzit fetar, edhe që kanë përgjësia, natyrisht, a japin mesazhe ndonjëherë të gabuara apo jo? Që mbas edhe kur i shikoni edhe ju i keni ato kritikat tuaja. E pastaj kur jeni në studio, juve ju pyesim për ndoshta deklaratat e Hoxhës Shefqet ose diçka e tillë. Se kom pa që edhe ankohem pse duhet ne të përgjigjemi për diçka që e ka thonë ai një mendim personal ti. Po zgjojnë zakonisht reagime. Kemi parë deklaratën për shembull për shkurt e Fejzën që pa të ngjallur reagim në gjithë opinionin. Po, edhe po mendoj unë, po paragjykoj unë që ju po paragjykoni, tek pyetja paragjykohemi ne mes nesh. Shumë bile. Shumë paragjykime në një pyetje. Shumë bile. Gjithë paragjykime. Edhe ne jemi në gjendje të prodhojmë paragjykime. Normalisht, për sa herë kam diskutuar dhe me studentit e mia, edhe ju bëj detyrë shtëpi e thamë, më tregoni sa herë keni paragjykuar ndonjë grua që ty tu është do kur që nuk është besimtare, ndërkohë që kur ke qëndruar me te ke marrë lakmi për humanizmin edhe për punën që ajo bën të tjera. Mendoj se në përgjithësi paragjykimi ka vetëm një ilazh, ajo është që ne të komunikojmë edhe të shprehim mendimet lirshëm me njëri tjetrin, edhe ato që nuk i dim apo që kemi dyshime të pyesim. Për vetën time, mund të them si anekdotë, kam një përvojshëm personale që kam dëshirë të ndaj, ka qenë viti 2000, dhe unë isha duke studiuar në Jordan, isha me vetur, nuk isha qenë në rrugët e Prishtinës që kur isha studente para lufte dhe nuk e kisha idenë për katrahurën që kishte ndodhur, dhe mbaj me një rrugis të ngushtë si që janë rrugët e Vranjevsit, kushtë që vinte me vetur, më shikonte shumë shtrambër, edhe më vinte shumë mërzi. Edhe kur për shoh se po vjen edhe një tjetër, po që kishte në ulcën e parë nënën e vetë me një shamit varë, thash, po mirë, tash unë ti i tregoj se kjo pas ka në vetur. Edhe kur nuk e harojt atë ditë që më është bërë leksion jetësor. Ai po afrohet, mezi u bën bashk, për qelë dritarën, edhe i prjasa i ftyrës së dëm vjen turp, edhe ai po thët, oj motër, ke hy në rrugë një koshe. Unë njështita pritu, edhe ai da marrë shqiptaris më shonte e thëmë, unë ati. Me tha ti bre motër. Edhe unë tanë kohën pas taj kam fillu me e qortu vetën, thash pasëm kanë shiku këta mame për shamia, pas kanë shiku gjëmë një rrugë një koshe. Edhe këtë mësim pas taj vetanak, o a kam shpërndar të gjithve se kam thonë, jo gjithmonë edhe paragjykojme pse kemi shami. Do të shikojme edhe të gjëra të tjera. Edhe inkurajon gjithë tjerët, edhe sidomos vajzat që t'jenë të mira në punë që ato i zhjede. Pra ndonjëherë paragjykimi nisë edhe nga ju, me ratet të caktume. Sigurisht. Dhe pres ti momentin ndonjëherë kur e shikosha që dikush po më shikon, u afrohesh atë që pse po më shikon. Ai ke për shamia për diçka tjetër, edhe ndonjëherë ishte për shamin, ndonjëherë s'ishte. Por ishte qesi për ta ngordhur atë për A ka ndodhur më me hy në rrugën një kashe ajo? Jo. Ai mirë se s'ka thonë ke hy rrugën e gabume. Edhe më shumë. Sot më vjet turp nga e fytyrë. Nuk patë dëshirë t'i komentoni këto fenomene, çka dua të pyes është që sa gratë i mbështesin gratë. Një opinion jote, nga përvoja që i ki. Në aspektin personal, po. Dhe me thonë, gjithë bashkëpunëtorët e mi, gjithë njerëz që na punojnë edhe i kena klient, me thonë drejtën po. Dhe me thonë, mua personalisht, më kam përkra shumë prej vendimi që e kom qitë shamin, sepse nuk kemi ndru dhe me thonë klient, për vetë se jemi rrit, të njëjtit njerëz u njohin edhe pa shami, po edhe me shami. Edhe kemi dhe me thonë, këtyra cilat i përfatsojnë dhe me thonë ato bizneset që janë gratë dhe me thonë drejtën po. Me thonë ka pas shumë përkraje që sidomos në ato momentet e fillesës edhe fillimit kur te që shamin e një farë një nevoj shumë të madhe, nështë jo dhe fjallë, po ka njëherë veç buzqeshje dhe një shprehje e mirë e fytyrës ty të bën me uni komfort, ose të bën thjesht me uni mirë edhe të bën me uni e pranueshme unë qatë mes.
Po në fakt veç ndrimi një stilit flok vet, a jep qatë farë nevoje që duhet me nduve. A i veç flok mi për e keqe dhe duket që... O shumë e vërtet. Të paragjykojnë. Po, unë jam femën shumë tip feminist edhe i përkroj shumë femnat vajzat e reja, mundohem shumë me ju folë edhe me stimulu që duni me hez, duni me umësu, me u përgadit për rolin që ato dojnë me marrë dhe për profesionin që ato dojnë me udheq. Natyrisht ju flas dy vajzat vetë mia, edhe djalë gjithashtu, po me vajzat e kam një farë dëmshurie dhe kam një farë afirmiteti më të madh, duke qenë se jemi shoqni paragjykuse që shecekë dhe besa, që hajde bre dikur t'i laj mana ashtu para gjykime, po thjesht japim një shtys që se cila ja dalim, se cila mundemi me ja dalë dhe se cila me të thonë drejtë, nësë është e zoja, unë profesionin që ajo e udheq, edhe shaminën poshtë, edhe para gjykimet im poshtë, edhe se cilin debat në shta që nuk është adekuat, ose se cilin njeri që ka qasiloj para gjykimet paktën, mundet me ja thy me punën e vetë, me angazhimin e vetë, me profesionalizmin e vetë, kështu që unë jam të që kjo, dhe më thonë që ndroj shumë forës të kjo, që bënë e zoja edhe valoj, ata t'jashtet kur hi shpesh në intervista ose diçka asë nuk unë pysin dhe me thonë për punën e besimit shpesh. Unë Kosovë dhe me thonë diskutojna për këto qashtet cilat janë shumë sen elementar, dhe me thonë njëra që unë kom vendos për me u vesh, ose për me u duk, të është sen personali jemi. Në fakt kemi edhe shumë gjërat të tjera që elementare që diskutohen, dhe së vetëm kjo, po. Në regull, dhe me thonë, ti për mu ke me qenë e akseptushme, po edhe kjo, edhe kjo tjetër, pëse unë atëherë me të pengu. Nëse unë ko marrë që to për me kryu një punë caktume, atëherë pëqër ma kokën, jo shaminës, e jo mënyrën që shone veshna. Dhe me thonë, për mu qëndron që kjo edhe i qëndroj gjithmonë mrapa. Unë besoj që edhe sot në këtë studio jeni ndjerë mirë nga ky debat, po e themi që bëm dhe muhabet që bëm, sepse ne sot kemi dashur që t'i dëgjojmë rrëfimet personale, se natyrisht jemi të bindur që nëse do të kishim edhe të ftuar të tjerë, do të zgjënte debat më shumë, por ne ju falenderojmë që i ndatë rrëfimet personale, historitë personale. Edhe juftojmë që të bëjnë një pjesë në diskutime tjera. I mbi gjitha, si që kemi thënë edhe në rastet të tjera, në temat të tjera që i kemi diskutuar, derisa zgjedhjet janë të lira dhe me vedije të plot, atëherë natyrisht neve na mbetet t'i respektojmë secilin prej tyre. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit.